Mirë brama. Shumë faleminderit Valbona, shumë faleminderit gjithëve. Shenja e demit. Shenja e demit është karakteri kryesor i kësaj hëne të plot, është shumë i fuqizuar. Kemi shumë vendosje të cilat e ndikojnë atë në mënyrë pozitive. Më e rëndësishme prej tyre është Jupiteri, i cili është i vendosur tek shtëpia e tyre komunikimit, e udhëtimeve, e informacionit që ata marrin, bashkëpunimeve, është e vlefshme. Për këtë arsye, shenja e demit do të ketë një rritje kolosale të ardhurave materiale, sepse do të arrijë që të përdorë të gjitha ato që sapo përmenda në lidhje me këtë temë. Shenja e demit do të bëjë vërtet karakteri kryesor i çdo ambienti që do të futet. Do të kemi pak a shumë do të bëhet lider. Edhe për ta kemi një fuqizim të dukshëm të marrëdhënieve që kanë në çift, do të kemi bashkëpunime të shumta në lidhje me këto tema, sidomos edhe bashkëpunime ose fillime të reja të burimeve materiale, të cilat do t'i bëjnë me partnerët e tyre, pra ndoshta edhe me bashkëshorët e tyre, të cilin do t'ia këshillojnë në këto momente. Për shenjën e demit kemi edhe një ndihmë shumë të madhe që do të vinë nga femrat. Në përgjithësi këto do të jenë motrat ose personat të cilët janë tek rrethit tyre ngushtë, dhe këto do të ndihmojnë në mënyrë të dukshme për të gjetur rrugën e tyre dhe për të arritur mirëqenien, begatinë që ata dëshirojnë. Kjo do të vijë edhe si rrjedhoj e punës praktiketit që ata kanë në këto momente në jetën e tyre. Për sa i përket çështjeve sentimentale, është një nga shenjat që do të ndikohet në mënyrë më pozitive, vërtet shumë pozitive. Në këto momente, çdo hap që ata hedhin i drejton tek lidhja e tyre më e shëndetshme, tek lidhja e cila do të zgjasë për jetë dhe e cila është vërtet ajo vendi ku ata do të mund të rikthehen, ku do të ndjehen në zona e tyre komfortit për pak a shumë, sepse do të ndjehen vërtet të llastuar pak a shumë brenda këtyre lidhjeve. Pika ku do t'i këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm do të jetë në lidhje me shëndetin, duke qenë se ndryshe nga çfarë është tek shenja e demit. Shenja e demit mund të jenë pak më të prekur tek çështjet hormonale. Për ata mund të kemi një disbalancim në këtë pikë. Arsyeja vetme që po ndodh kjo është që të kuptojmë se cilat janë problemet ekzistuese dhe t'i zgjidhim, sidomos ato që janë kronike, në këto momente mund dalin pak më tepër në sipërfaqe. Për ata të cilët kanë probleme me diabetin, është e njëjta gjë, tema vazhdon që të jetë aktive nga hëna e re, do t'i këshilloj që të jemi të vëmendshëm dhe të kontrollohemi, sidomos ata. Faleminderit shumë edhe ju. Okej, pra, natën e mirë.